Të pranishëm në aktivitetin e zhvilluar nga Partia Demokratike Dega Vlorë, nën kujdesin e drejtuesit politik të kësaj partie Bujar Leskaj, mësues të qytetit dhe gjithashtu shumë prej tyre në moshë pensioni, të cilët kanë dhënë urimet e tyre të veçanta për këtë ditë të shënuar për ta dhe kolegët e tyre, kudo që ata ndodhen, duke uruar për më tepër suksese dhe mbarësi për vazhdimsinë e jetës së tyre. Mësuesit tregojnë për ta edhe simbolikën e kësaj dite. Megjithëse të shkëputur nga sistemi arsimor, ata thonë se 7 marsi mbetet një ditë e veçantë. Për brezin e ri kanë më shumë kritika, duke këshilluar të qëndrojnë më afër librit. Gjithashtu, mësuesit e sotëm i vlerësojnë, duke i quajtur kontributor të ardhmes së vendit, por duke kërkuar të kenë më tepër kujdes. Një kritik kanë edhe për pushtetin, që sipas tyre duhet të ketë më tepër vëmendje për sistemin arsimor si gdhendës së brezit të ri të ardhmes së shoqërisë. 7 marsi shpresë e mësuesit. Për mua simbolizon dijen, respektin, punën e madhe që bëhet për edukimin e brezit të ri. Duken fjalë të përgjithshme, duken fjalë standarde, por figura e mësuesit është nga figurat më të ndritura. Nëse duam të kemi një kom të formuar, nëse duam të kemi një kom të lullëzuar, ne duhet të kemi një arsim të formuar. Mjerisht, arsimi në këto 30 vjet është goditur shumë, por mendoj se do ta gjej rrugën e vet. Mua nuk më pëlqen kjo që shikoj, si gëzim, si njeri. Unë kam punuar 20 vjet në arsim, e njoh arsimin mirë, më dhëm për shumë arsye, për shumë faktor. Por ajo që unë mendoj se ka goditur më rënd arsimin është politizimi i arsimit. Unë mendoj se tani njerëzit zgjidhen dhe bëhen arsimtar nëse janë të dashuruar pas një partie ose pas një partie tjetër. Kjo mendoj e shkatërron, sepse nuk shikon vlerat reale të njeriut, por shikon nëse je i imi ose jo. Nuk e di, në këto rrogat e reja diçka është bërë, por nuk është vetëm rroga. Ne kemi punuar me rroga shumë të vogla. Brezi im flas, dhe flas me kompetencë këtë. Ishte një brez që shikonte në radhë parë formimin e njeriut, edukimin. Pavarësisht që politika e arritës që ka në kokë sepse kërkonte të bëni politikën e partisë. Por nuk është rroga ajo. Po gjithmonë mësuesit pak vlerësohen, edhe me atë rrogë. Edhe nëse ka vetë rroga sa thon këta 600.000 apo 800.000, unë mendoj që është pak sërish. Një sot në këtë ditë shenjtë 7 marsin, e uroj të gjithë mësuesit kudo që janë, jetë të gjatë suksese në punën e tyre. Puna e tyre është një mision i vërtet dhe e vlerësojmë jashtëzakonisht këtë detyrë të shenjtë për brezat, për të formuar dhe për të edukuar brezat e ardhshëm. Unë jam një pjesë e kësaj tërësie të mësuesve të Vlorës e Shqipërisë, siç thuhet sot. Kam punuar 45 vjet në arsim dhe drejtues njëkohësisht. Ndërkohë jam marrë me letërsinë artistike, kam botuar po aq 45 vepra letrare në shërbim të letërsisë, në shërbim të komunitetit. Gjithsesi jam njëri i kënaqur, gjithmonë më ka prirë suksesi dhe forca e besimit të vetvetja. Uroj sot këtyre shokëve miqve të mi, uroj Partisë Demokratike, drejtuesit politik të saj, i cili është për mua njëri vizionar, jo vetëm për këtë takim, po për 10 e 100 takimit që ka bërë në shërbim të çështjes shqiptare të komunitetit vlonjat veçanërisht. E përjetshme është që vendin dhe çdo vend e rregullon dia. Unë të falenderoj edhe një herë, sepse në këtë moment shumica nga ne, përveç gëzimit, ndjej dhe nostalgjin për djersën që kemi derdhur për të formuar brezin e ri. Mendoj se në ato kohra ja kemi arritur me përkushtim, por që të vlerësosh njerëz si neve, duhet të kesh vlera për vete. Dhe për vlerat e tua, si udhëheqësi ynë, si deputeti i Vlorës, të gëzuar gjithë bujar ta gëzosh. Unë do të thosha një gjë që është dita më e mirë, më e bukur për njeriu. Të mësosh brezat është gjë e madhe. Natyra përbëhet nga këta njerëz kaq të mirë, po duhet të gjejmë vendin secilit. Na kanë skalitur, nuk e bën asnjë skulptor më i madh. Atë që na kanë vënë ata në dije. Dhe unë si mësues punova këtu dhe kam punuar dhe në Itali 13 vjet po mësues. Dhe ishte gjëja më e madhe
Kur shikoja fëmijë shqiptar që e donin vendin. Dia dhe shoqëria i bën të gjitha. Në radhë të parë përshëndes deputetin Bujar Leska për nismën që ndërmori dhe u kujtua për ne mësuesët pensionist që kishin mbetur të zhvlerësuar që ne kemi kontribuar që nga 35 deri në 40 vjet për arsimin kombëtar, kemi nxjerr qindra mira nxënës në duart tona, që më vonë ata u bën kuadro në ekonomi, në ushtri, në arsim, në shkencë. Është kontributi punës son, se të mësuesi fillon përgatitja e ardhmja e një kombi. Sot është një ditë e veçantë, e kemi edhe nostalgji, edhe duam të shprehim urimet më të mira për kolegët tanë, ish kolegët tanë. Një urim i veçantë për nxënësit tanë, që i shikojmë sot kudo. Si mësues i vjetër, i uroj të gjithë kolegët e mi, se këta i kanë dalë pension, edhe mësues të ri, gëzuar 7 marsin dhe paqin suksese në edukimin e brezit të ri. Rëndësia më e madhe është që ne të gjithë jemi këtu e kemi mbyllur me nder punën dhe i kemi lënë edhe fëmijët në kokë lartë. Shpresojmë që ky brez i ri pak a shumë që kemi lënë të korrigjohet që këmë tepër, sepse sikur nuk po integrohet ashtu si duam neve, si mësues të vjetër që jemi. Një ditë me gjithmonë e veçantë për gjithë ne mësuesët, veçanërisht për ne brezin e vjetër, veteran të arsimit. Në këtë ditë shënuar, uroj të gjithë mësuesve, qoftë ne të brezit vjetër, por edhe brezit sotëm, gëzuar festën e 7 marsit. Mes urimeve për mësuesit e Vlorës dhe ndër më të veçantit nga Forumi Rinor i Partisë Demokratike, të rinj dhe të reja të këtij forumi, të cilët kanë shkuar në disa prej shtëpive të mësuesve të vjetër të qytetit, duke dërguar tek ata urimet më të përzemërta krahas buqetave me lule të dedikuara personalisht.